Dietarë kanë përmend se nëse një çështje të caktuar e ekzistencës ka pafundësi të trajtimit, ajo çështje nuk ekziston. Çka nuk kupton kjo? E kanë marrë shembull ndryshëm, një pyetje në shembull për më të njohur, kanë thonë nëse një ushtar apo ka urdhën me elshu një njeri për burgut. Ti shkon qatë njeri me për burgut. Thot ushtari, kush e ka dhënë këtë urdhën? Oficeri. E thani, oficeri kush e ka për këtë urdhën? Ai oficeri. E këti oficeri kush e ka dhënë? Ky oficeri. Ati oficeri, kush ka fund kur? Domthon vjen përfundim se kur s'pas ka thonë. Se dikun duhet me përfundu kjo, apo dikush nuk qeni pari që ka dhënë këtë urdhën. E ka dhënë oficeri, të cilët i ka thonë generali, e kush i ka thonë general kërkosh, se e general është, a i thët vetë. Do në duhet dikur munal kë zingjirë që pjetë të me fillu, realisht me funksionu urdhni. Nëse s'ka fund burimi i urdhnit, atër urdhnit nuk e kësën fare. Kjo rregull logjik është, logikisht i bjen që shtamë.